Edhe komisionerët e llapit e tjetërsuan votën e qytetarëve të kësaj komune. Rinumrimi i vetëm 10% të votave në Podujev shpërfaqi në masë të madhe vjedhje të votave brenda kandidatëve të partisë. Nga rinumrimi i vetëm 11 prej 110 kutive të votimit, kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje u kanë devijuar votat më së shumti. Në këtë parti janë tjetërsuar plot 1062 vota. Përfituesi më i madh nëpërmjet manipulimit të votave në qendrën e numrimit në Podujev del të jetë Ejup Maqedonci, të cilët i ishin përshkruar 288 vota më tepër se sa ka marrë realisht. Maqedonci ka përfituar nga keqnumrimi 11.3% të votës së partisë. Pos për Maqedoncin, 246 vota u vodhën për kandidatin Vendenis Lahu, 174 për Adelina Stublën, 65 për Drita Pajazitin e 58 për Fitim Hazirin. Pos LVV-s, devijimet të votës pati edhe në PDK. Në këtë subjekt u abuzua me 120 vota të kandidatëve. Më së shumti përfitoi Ditjona Statovci, së cilës ju përshkruan 85 vota më shumë në QKN. Ajo përfitoi rrejshëm 14.1% të votës së partisë. Edhe në LDK pati abuzim të 103 votave të kandidatëve. Përfituesi më i madh nga votat e vjedhura është Qëndrim Softolli me 23 sosh. Në AAK gjithsej u vodhën 45 vota. Devijimet në rezultatin e kandidatëve kanë shtyrë KQZ-n që të bëjë rinumrim të 100% në të gjitha komunat. Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, tha se KQZ-ja po planifikon që shpallja e rezultateve përfundimtare të bëhet në fillim të muajit shkurt. Aktualisht, numri i ekipeve të angazhuara në procesin e rinumërimit gjatë një dite të plot pune nga ora 8 e mëngjesi deri në mesnatë është 76, bazuar në këtë kapacitet dhe në numrin e vendvotimeve të mbetura për të rinumëruar, planifikojmë dhe po bëjmë përpjekje që i gjithë procesi të përmbyllet deri në fund të muajit janar. Procesi i rinumrimit përfshin në total 2557 vendvotime.